Për 60 vitesh Angroni ndjek pasionin e tij për peshkimin. Ai tregon se që në moshë të vogël ka gjuajtur peshk në liçenin e Shkodrës dhe lumin Buna. Qysh kur ke filluar me të peshk? Fëmijë. 18 vjeç, 10 vjeç, më ka dhënë ndër me parangallat asaj kohë. Ka thjesht domethënë pasion tash. Jem benzinist. Me vera kohën kaj ditë, jo se del për ditë. Dalim hajt, me vera i ditë në nëshë. Angroni edhe pse tashme në pension vion të ushtrojë pasionin e tij të vjetër. Peshkimi për të është një stil jetese, një mundësi për të lidhur me natyrën dhe për gjetur qetësi. Kam dalë nështë 10 herë, kam zënë një herë. Ja, sa është të thanë me zënë gjithmonë. Thjesht pasioni. Si s'mund ta ketë dikush pasionin e futbollit, që shën e letë kalqeto edhe në 12 natës. Unë e kam orar pa orar, se jes do pesh zëhet në njëjtën orë. Për shembull ke shumë pasionantët njarë si dalin natën, thjesht natësia. Është i batut e vjetër. Ketë natësinë dhe me thonë sa jetu e nëzjerë. Se kur del në tokë, s'është ma i joti, nuk e din, ahan tjera kush për. Aqak natësia, sa. E ketë e grepi, kur e nëzjerë dhe në brekë. Sot, zërni sot? Si më perë për zhjutës. I zajzët kokra, 30 kokra. Zajq. 68 vjeçari thotë se për shkak të gjuetisë paligjshme, disa lloje peshqish janë zhdukur nga liçeni i Shkodrës. Është një peshq që quhet losk. Është zhduk komplet. Blini është zhduk prej shumë vitesh, që këtu ka pas blini. Krabja drejt zhdukjes. Gjunca kanë rru cikli komplet, gjunca është zanë, vëtor, janar. Shikoj e nësat në punë prillit. Nuk hinë kohën e vetë. Shumë për i peshqve që kanë pas muajin ose 2 muaj të caktuar kanë rru ciklet. Peshkimi me korrent po ndikon në dëmtimin e peshkut, thot Angroni, ndërsa sipas tij, institucionet nuk marrin masat e duara për frenimin e këtij fenomeni. Ku do me pa dalë ke zanë? Se ka pas peshk, kanë hellë të peshkimit rasat. Dhe më thonë gjithmonë ka kanë drejt shumimit, jo drejt paksimit. Kurse nuk është drejt paksimit, se dhe drejt zhdukjes. Nuk janë e mundësin me gjujt amatorit si puna jeme. Flas për dinamit, flas për korrent. Si s'jam i pari. Është bërë problem disa herë, vetë se shkon me shurdh. Se përsa i për këtë atyrin që janë e përë dhe nërë, pa thojnë, s'kanë marrë masën e herë.